Përshëndetje gjithëve, mirëmbrëma, shumë kënaqësi të jem këtu sot në këtë ngjarje të veçantë kushtuar 60 vjetorit të shkollës Themistokli Gërmenje. Në fakt, data 7 mars është një datë e rëndësishme. Korça e gjithë Shqipëria në fakt nderon në këtë ditë profesionin e respektuar të mësuesit, por Korça ka lidhjen më të rëndësishme, pasi kjo datë e ka zanafillën nga Korça, nga çelja e mësonjtores parë shqipe, prandaj ndihemi më krenar kur e festojmë këtë datë të rëndësishme për gjithë Shqipërinë. Për të folur për shkollën Themistokli Gërmenje, është padyshim një institucion i rëndësishëm, arsimor i qytetit tonë, 60 vjet janë shumë vite në fakt, është një histori e gjithë me shumë breza mësuesish edhe nxënësish. Janë mbi 300 mësues në këto 60 vite histori të kësaj shkolle. Janë mbi 8000 nxënës që kanë kaluar nga bangat e kësaj shkolle. Patjetër që gjithë secili ka kujtimet e tij. Mësuesit kujtojnë punën me vështirësi, me pasion dhe satisfaksionin që kanë marrë nga brezat e nxënësve që kanë rritur dhe kur i kanë parë se sa profesionistë suksesshëm këta nxënës janë bërë, por padyshim edhe nxënësit kanë kujtimet e tyre, ku përtej të mësuarit kujtojnë edhe vitet e shkollës, vitet e gjimnazit, që për sa më takon mua kanë qenë nga vitet më të bukura të rinisë dhe vitet e një shoqërie që ka zgjatur pastaj për shumë e shumë vite dhe zgjat për gjithë jetën. Kështu që dua t'ju uroj nxënësve mësuesve të kësaj shkolle suksese, shumë suksese. Më vjen mirë që në vitet e fundit po e kryeni procesin mësimor në ambiente totalisht rikonstruktuara të shkollës tuaj. Më vjen mirë që i shoh nxënësit dhe nxënëset e kësaj shkolle të konkurrojnë në aktivitete të ndryshme të bashkisë, siç është Rin Show, që do të zhvillohet për pak ditë këtë vit, apo konkurse të ndryshme. Shumë suksese shkollës Themistokli Gërmenje për gjithë vitet në vazhdim.